i mbrojtjes të interesit qytetarëve të Kosovës, po gjithë qytetarët e Kosovës, edhe shoqëria civile, edhe mediat, edhe qytetarët gjithandej, duhet të reagojnë dhe duhet të jenë të zëshëm e të rebelum karshi kësaj situate me cilën jemi duke u ballafaqu. Patjetër që ne do të vazhdojmë me aksione, po edhe me punën tonë Kuvendin e Kosovës në mbrojtje të kushtetutës, mbrojtje të demokracisë dhe mbrojtje të strukturës së shtetit. Është më shumë se sa e rëndësishme kuptim të institucionit. Kushtetuta e Kosovës është edhe emocionale. Po du veç më u kthy te kushtetuta e Kashanikut. 7 shtator 1990. Për fushat. Jo, nuk është tem fushate i nderuar, nuk ka tem. Nuk ka tem. Të dytë ju jeni të thonë diçka shumë kontradiktore me ato që e thatë më herët. Absolutisht. Ta hapim debatin tash. Veç duhet me kuptu logjikën edhe kronologjinë. Me shumë respekt për juve. Jo, mërone, shumë respekt. Jeni të thonë diçka shumë kontradiktore. Veç duhet me kuptu me logjikë. Po thoni që është shkel kushtetuta. Edhe po bëni thirrje më u kthy në seancë që me vazhdu. Sipas asaj që ju po thoni, do të duhej që me datën 20 shtator të ketë zgjedhje. Jo, pse zgjedhje me 20 shtator? A u shkel kushtetuta? Po shkel se thot për 30 ditë do të më funksionalizu kuvendi. Nuk është funksionalizu. Po. A duhet me pas zgjedhje? Jo, nuk duhet se parashe me pas zgjedhje. Se ka konstituim të organeve të kuvendit. Shumë kontradiktore. Jo, se kontradiktore. Nuk është kontradiktore. Me rrekshire për të dy, që është shumë e rëndësishme. Me akt vendimin e gjykatës kushtetuese, unë po të ftoj ty, me marr, me lexu vëllai. E kemi lexu se që disa herë jemi këtu për çat punë. Nëse ke lexu, nuk është pasojë, nëse nuk funksionalizohet kuvendi për 30 ditë. Çush e parashe kushtetuta? Në qoftë se funksionalizohet kuvendi, domethënë vazhdon pa problema, po? Jo, pa problem. Ka shkelje të kushtetutës. Ka